që nga mosha 9 vjeçare, e kam mbajtur gjithmonë agjërimin. Fillesat e kësaj si themi këtij adhurimi i kam mësuar nga gjyshja ime. Pastaj, domethënë edhe nga familjarë të tjerë dhe në kohën kur jemi rritur, pastaj kemi filluar vetë, kemi lexuar, kemi studiuar dhe e kemi forcuar bindjen domethënë për ta mbajtur agjërimin. Ky muaj ka kaluar domethënë me me një rutinë pak më të ngjeshur sa i përket adhurimeve të cilat i kërkon edhe vetë muaji Ramazanit. Flasim këtu edhe për agjërimin, domethënë abstenimin nga ushqimi, nga pija, kuptohet abstenimi nga sharjet, nga fjalët e këqija, nga funet e këqija, edhe domethënë ajo që vazhdimisht ka qenë falja namazit të teravive që bëhet në mbrëmje, dhe kështu ka kaluar domethënë muaji Ramazanit. Unë edhe familjen tam në këtë linjë, edhe fëmijët e mi, Omeri dhe Muhamedi, domethënë kanë agjëruar tërë muajin e Ramazanit. Muhamedi është vetëm 11 vjeçar dhe nuk e ka mbajtur domethënë kështu me bindje të vetën, përkundër që angazhohet edhe në lojra të futbollit vazhdimisht, po kështu është festive është për neve kjo festë. Edhe kjo muaj i sakrificës, po edhe festa pastaj ka kuptim pas një sakrifice, pas një abstenimi gjatë prej ushqimeve edhe të gjërat e tjera.